Ne prap do të votojmë pro, edhe bllokimi po vjen për atyre që votojnë kundër e jo deputetëve që po votojnë për. E dyta është me rëndësi me cek që kuvendi, kryesia kuvendit, konstituimi kuvendit do me zgjedhjen e kryesisë që janë 5 kryetarët edhe kryetori. E kjo nuk i takon këtë lëvizjes vetëvendosje. Nuk është se na i kemi fituar 5 kryetarët edhe kryetorin, edhe s'po bëjmë asnjë kompromis, por ju takon 3 subjekte më të mëdha politike dhe 2 përfaqësuesve të komuniteteve, me fjalë tjera kushtetuesjave që ka përcaktuar rregullat e lojës. Mendoj argumenti i opozitës që po thotë zonja Haxhiu nuk duhet më votu për shkak se është e zhurmshme, është përçorse, unë mendoj që në thellësi kjo është ofenduese. Ju duhet më kuptu që zonja Haxhiu ka qenë deputete për mbi 10 vite, ministre për mbi 4 vjet, edhe nuk e gjeni kërkon asnjë njollë të vetme në punën e saj të ndershme që ka bërë gjatë këtyre viteve. Ne jo veç ne, po besoj që qytetarët e Republikës jemi jashtëzakonisht të kënaqur me zonin Konjufca, po propozimi ynë kësaj radhe ka qenë zonja Albulena Haxhiu në konsultim me gjithë deputetët përfshirë zotin Konjufca.